Islami nëpërmjet haditheve 2. Etika e lutjes. Nuk ka ndonjë kohë në të cilën është ndaluar duaja. Përkundrazi, në ajetet kuranore dhe hadithet e të dërguarit të Allahut, është theksuar se në disa kohë dhe situata lutjet janë më të pranueshme. Këto kohë janë momentet veçanta kur robi është më afër Allahut. Koha e agimit së fyrit është njëra ndër këto periudha të vlefshme kohore. Zoti ynë, për vlerën e kësaj kohe, na përkujton nëpërmjet ajetit. Dhe në syfyr, kambarimi i natës, ata kërkonin falje për mëkatet. Edhe i dërguari i Allahut në lidhje me lutjen, thekson se 1/3 e fundit e natës është e rëndësishme për të lutur. Me që Allahu çdo natë, pasi të kaloj 1/3 e parë e natës, zbret në qiellin e dynjas, pra e shikon me syrin e mëshirës dhe thret: a ka ndonjë që më lutet e t'ja pranoj lutje? A ka ndonjë që kërkon prej meje t'i përgjigjem kërkesës së tij? A ka ndonjë që kërkon falje prej meje që ta fal? Në fakt, Allahu i madhërisëm dhe i dërguari i tij, duke e përmendur këtë dhe kohët e tjera, dëshirojnë që besimtari çdo moment ta shndrojë në një rast për t'ju lutur Allahut. Kështu që kur e analizojmë jetën e të dërguarit të Allahut, shohim që duaja përfshin çdo porë të jetës së tij. I dashuri pejgamberi ynë, duan e konsideronte si një element të domosdoshëm, patjetërsueshëm në rrjedhat e jetës së përditshme. Sapo zgjohej në mëngjes, për shkak të arritjes në një ditë të re, e falenderonte dhe i lutej Allahut me këto fjalë. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na solli përsëri në jetë, kthimi është përsëri tek ai. Ndërsa natën kur shtrihej në shtrat, me që ju gjedh një vend strehim, falënderimet ndaj Allahut i shprehte në këtë mënyrë: falënderimet i qofshin Allahut, i cili na ushqeu, na mundsoi të pimë, na largoi nevojat tona dhe na mundsoi të strehojmë në një vend, sepse ka plot njerëz që nuk kanë streh dhe s'ka kush ua plotson nevojat. Pejgamberi gjatë realizimit të çdo pune merrte parasysh pëlqimin e Allahut dhe këtë qëllim, në jetë, e manifestonte duke bërë dua ndaj Zotit. Kur dëshironte të kryente ndonjë punë, bënte këtë lutje: Zoti ynë, më mbarso punën edhe zgjidh për mua atë që është më e përshtatshme. Edhe kur nisej për rrugë, hipte në kafshën me të cilën do të udhëtonte, lexonte 3 herë tekbirin edhe pastaj e falenderonte Allahun me këto fjalë: I lartë madhëruar qoftë Allahu, i cili na dhuroi në shërbimin ton këtë mjet udhëtimi kur ne nuk e kishim. Padyshim që përsëri tek Allahu do të kthehemi. Thënë shkurt, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, çdo porë të jetës e pasuronte me lutje dhe përgjërim, gjithnjë ushqente me dua dhe e qetësonte shpirtin e tij. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, bënte dua me sinqeritetin më të lartë, kështu që ndonjëherë kur bënte dua kthehej drejt kibles, e ndonjëherë i ngrinte duart aq lart sa mund t'i dukeshin skjetullat, disa herë duke i hapur duart e disa herë duke i bashkuar shuplakat. Ai vepronte kështu për arsye se Allahu i madhëruar në Kuranin fistik ka kërkuar nga besimtarët që t'i luten atij në mënyrë të sinqertë. Luteni Zotin tuaj të përulur e në heshti, sepse ai nuk i do ata që e tepërojnë. Mu për këtë shkak, i dërguari i Allahut nuk e pëlqente bërjen e duas me zë të lartë, dhe ata që vepronin kështu i paralajmëronte që të mos veprojnë në këtë mënyrë. Ebu Musa el-Eshari tregon që një ngjarje e këtillë ka ndodhur në rrugën gjatë kthimit nga ekspedita e Hajberit. Një grup njerëzish që ishin bashkë me pejgamberin, paqja qoftë mbi të, kur ju afruan Medinës, u ngjitën në një kodër të lartë dhe filluan ta madhërojnë Allahun duke e lexuar tekbirin me zë të lartë. Në lidhje me këtë, i dërguari i Allahut i këshilloi në këtë mënyrë: Ejani në vete, ju nuk i luteni një Zoti që nuk është pranë apo është i shurdhër. Përkundrazi, ju i luteni Allahut, i cili dëgjon,
Sheh çdo gjë dhe është shumë pranë jush. Edhe Allahu i madhruar në Kuranin Fisnik përmend duan që ka bërë Zekeria për t'i dhuruar Zoti fëmijë. Kur ai ju lut Zotit të vet me një zë të ulët. I dërguari i Allahut i preferonte parapëlqente duat koncize dhe gjithëpërfshirëse. Ai ishte i vendosur kur i lutej Zotit, ashtu siç tregon Ibn Mesudi. Pejgamberi paqja qoftë mbi të kur bënte dua e përsëriste 3 herë. Kur kërkonte diçka nga Zoti e kërkonte 3 herë. I dashuri pejgamberi ynë i këshillonte shokët e vet në këtë mënyrë. Kur dikush prej jush lutet, let mos thot, Zoti ynë, më fal mua nëse dëshiron, por let kërkoj nga Zoti në mënyrë të vendosur e të qëndrueshme, duke këmbgulur në lutjen e tij, sepse Allahut nuk i vjen me rënd për ta dhënë. Megjithatë, pejgamberi paqja qoftë mbi të, nuk priste përgjigje, rezultat të menjëhershëm për lutjen e bërë, por e dinte se Zoti nuk do ta kthente duar bosh. Në një rast ai ka thënë: Përderisa dikush prej jush nuk shpejton të thotë, unë u luta, por lutja nuk mu pranua, lutja e tij do të pranohet. Mirë po kur sahabët e pyetën, o i dërguari i Allahut, çka do të thotë të shpejtosh në këtë rast? Ai u përgjegj: Nëse lutësi thotë se unë bëra dua, por nuk pash të jetë pranuar, nuk e pash efektin e saj, dhe në atë moment, duke hequr dorë, e braktis lutje. Ashtu siç kuptohet nga shpjegimet e pejgamberit paqja qoftë mbi të, qoftë nëse fryti, përgjigja, i duas i jepet në këtë botë, qoftë nëse shtyhet, vënohet për në botën tjetër, herët ose vonë do të gjejë përgjigjet e Allahut. Personi i cili lutet duhet jetë i vetëdijshëm se duart i ka hapur ka Zoti i cili është i gjithfuqishëm dhe duke i përzgjedhur fjalit që i rrjedhin nga goja apo i kalojnë nëpër zemër, ai duhet i lutet Zotit në një mënyrë të përshtatshme. Në lidhje me këtë temë, një këshill tjetër e pejgamberit paqja qoftë mbi të thotë kështu: Lutjuni Zotit duke besuar se me të vërtetë ai do ta pranojë lutjen tuaj. Dijeni mirë se Allahu i madhërisëm nuk e pranon një dua që bëhet pa seriozitet dhe me zemër të papërgjegjshme. Allahu fuqiplot në ajetet e Kuranit Fisnik premton se do ta pranojë lutjen e lutësit. E kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër. I përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra që t'jenë të udhëzuar drejt, le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë tek unë. Ndërsa i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, në kontekst të kësaj, ka thënë: Pa dyshim që Allahu fuqiplot posedon turp dhe bamirësi të jashtëzakonshme. Kur robi i tij i ngre, hap duart për lutje, ai turpërohet i kthej bosh ato duar. Pranë një dhuntie, mirësie të këtillë, njeriu t'i është kërkuar që t'i drejtohet Zotit me frikë nga dënimi i tij dhe me shpresë te mëshira e Allahut. Allahu fuqiplot e vlerëson duan e besimtarit i cili lutet në këtë mënyrë, dhe njëkohësisht e përkujton besimtarin se nuk është i vetmuar, por ka një Zot që është afër njeriut dhe ja di gjendjen atij në çfarëdo kushtesh që të jetë. Pejgamberi paqja qoftë mbi të kur bënte dua, pëlqente që të lutej me emrat e bukur. El Esmaul Husna të Allahut. Një ditë Enes ibn Maliku po qëndronte ulur me të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të, dhe të dy pa një njeri që po falte namaz. Ky njeri, pasi fali namazin, u lut në këtë mënyrë: Zoti ynë, vetëm ty të takojnë falënderimet, nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ti je krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je ai që jep shumë. O pronari i xhelalit dhe ikramit, lartmadhërisë dhe bamirësisë, o ti i cili je Haj,
pronari i jetës së përhershme pa fillim, Ezeli, dhe jetës së përhershme pa mbarim, Ebedi, dhe je Kajum, që qeveris gjithësinë, prej teje kërkoj ndihmë. I dërguari i Allahut e dëgjoi këtë lutje dhe aprovoi duke thënë: pa dyshim që Allahu i pranon lutjet që i drejtohen atij, dhe ky që kërkoi nga Zoti, u lut me emrin e tij të madh, Ismul Adham. Gjithashtu edhe në Kuranin fisnik thuhet: Allahu ka emrat më të mirë, andaj thirreni atë me ta dhe hiquni prej atyre që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Pejgamberi paqja qoftë mbi të bënte dua edhe për këtë botë edhe për botën tjetër, ahiret. Një ndër lutjet e tij më të shpeshta ishte edhe kjo: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë e në jetën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. Edhe në Kuranin fisnik, Zoti i Madhërisëm na përkujton që duas duhet të mos i harojmë ahiretin. Ka disa prej njerëzve që thonë: Zoti ynë na jep në këtë jetë. Për ta nuk ka asgjë në jetën tjetër. E ka prej tyre që thonë: Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë e në jetën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. Të tillët kanë shpërblimet e asaj që fituan. Allahu është i shpejtë në llogari. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, për gjërat që kërkonte nëpërmjet lutjes, kujdesej që të jenë legjitime, pozitive dhe kuptimplote, domethënëse. Mu për këtë arsye, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, kur thekson se Allahu i pranon lutjet e lutësit, i përjashton ato lutje që synojnë mëkatin, si dhe ato që dëshirojnë ndërprerjen e lidhjeve familjare. I dashuri pejgamberi ynë, kujdesej që duan ta përfundonte duke thënë Amin. Dhe sahabët e vazhdonin këtë praktikë të pejgamberit, paqja qoftë mbi të. Ebu Zuheir en Numeiri këshillonte që kur një person lutet në mesin e shoqërisë, ta përfundoj lutjen me fjalën Amin. Dhe kjo është si vula që vendoset në fund të faqes së shkruar. Në lidhje me këtë temë, shoqërisë që kishte përreth, ai u tregonte një ngjarje që i kishte ndodhur. Një natë kishim dalë jashtë bashkë me të dërguarin e Allahut. Ju afruam një njeriu i cili bënte dua në mënyrë të vazhdueshme dhe me këmbgulje. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, u ndal pranë tij, ja vuri veshin dhe tha: Nëse e vulos, ka fituar. Njëri nga shokët që ishin prezent pyeti: Me çka ta vulos? Ai, paqja qoftë mbi të, u përgjigj: Me fjalën Amin. Nëse e vulos me fjalën Amin, ka fituar. Pastaj parashtruesi i pyetjes shkoi te njeriu që ishte ulur duke u lutur dhe i tha: O filan, përfundoje lutjen me fjalën Amin, që të marrësh si ariqin e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të. Ashtu siç është e rëndësishme që njeriu të bëjë dua vetë për veten, e rëndësishme është të marrë edhe lutjet e të tjerëve. Në një rast, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, e këshilloi Omerin në këtë mënyrë: Kur ta vizitosh një të sëmur, kërko prej tij që të lutet për ty, sepse lutja e të sëmurit është si lutja e melekëve. Ndërsa në lidhje me atë që lutet për vëllain e vet musliman, i dërguari i Allahut ka thënë: Duaja e atij që lutet për vëllain e vet të fesë, në mungesë të tij, kur ai nuk është prezent, është e pranuar te Allahu. Mbi kokën e këtij lutësi gjendet një angjëll i cili lutjes së tij i thot Amin. Kur lutësi lutet për mirësinë e vllait të vet, meleku me detyrë thot: E njëjta mirësi që e kërkon për vëllain tënd, qoftë edhe për ty. Ngjashëm me këtë, mes lutjeve që do të pranohen te Allahu, janë përmendur edhe lutjet e prindërve për fëmijët e tyre, lutja e mysafirit dhe udhëtarit.
Nga ana tjetër duhet të mbrohemi nga beduaja, mallkimi e atyre që u është bërë pa drejtësi. Muhamedi, paqja qoftë mbi të, duke e përcjell Muadh ibn Xhebelin për në Yemen, e këshillon që të ketë kujdes të qëndrojë larg nga lutjet e atyre që u është bërë pa drejtësi, zullum, dhe thot kështu: mes atij që i është bërë pa drejtësi, zullum dhe Allahut nuk ka perde që ta pengojë pranimin e lutjes tij. Njeriu duhet ta bëjë jetën e tij kuptimplote nëpërmjet të duas. Duhet jetë i vetëdijshëm se një jetë pa lutje nuk ka vlerë te Allahu. Andaj që t'i jap vlerë ekzistencës së vet, për ta bërë jetën e kësaj bote domethënëse dhe për të gjetur kënaqësi te Allahu i lartmadhërisëm, ai ka nevojë që të lutet vazhdimisht. Ndërsa lutjet që do të bëjë duhet të burojnë nga shpirti i tij dhe të jenë të sinqerta. Duke besuar pa luhatshëm se lutjet e tij do të realizohen, me këmbgulje duhet t'ja drejtojë ato Allahut. Mirë po nuk duhet nxituar dhe kërkuar që lutja të pranohet sa më parë. Ashtu siç është e mundur që t'i drejtohemi Allahut me duat që theksohen në ajetet e Kuranit fisnik, si dhe në lutjet që transmetohen nga gjeneratat e para të besimtarëve, gjithashtu është e mundur që të lutemi me gjuhën dhe me fjalët tona që na burojnë nga brendësia, shpirti dhe nga ndjenjat tona. Ndërsa forma më e bukur e duas, ashtu si në çdo punë, është shembulli i Muhamedit, paqja qoftë mbi të, që do të thotë të bësh dua duke respektuar parimet etike të lutjes dhe duke artikuluar fjalitë që ai na ka mësuar. I dërguari i fundit i Allahut në një dua i lutet Zotit në këtë mënyrë: Zoti ynë, mi fal të gjitha mëkatet që i kam bërë si rezultat nga padituria, ato që janë për te kufive të mi, si dhe të gjitha mangësitë që ti i di më mirë se unë. Zoti ynë, mi fal mëkatet që i kam bërë me seriozitet dhe me shaka, duke gabuar dhe me vetdije. E pranoj se të gjitha këto mangësi gjenden tek unë. Zoti ynë, mi fal mëkatet që kam bërë deri tani dhe ato që mund t'i bëj në të ardhmen, ato që i kam bërë fshehurazi dhe ato që i kam bërë haptëzi, si dhe të gjitha mëkatet që ti i di më mirë se unë. Ti i nxjerr përpara dhe ti i lë pas. E pakufishme është fuqia jote.